Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Normal në ditave të shtuna ligjëratat i kemi ligjërat zinxhir në cilët i mbajmë prej Riyadhus Salihinit, mirë po sot vendosa që dal pak prej teme, ndoshta tjetë edhe si freski, mirë po ligjërata e sodit ka të bëjë me një prej aktualiteteve në cilën ne gjendemi, prandaj edhe temën e përzgjodha prej javës kaluar, e cila ka të bëjë me aktualitetin ose konkretisht me verën, ose konkretisht sfidat e verës, problematikat e verës. Vera është një sezon të cilin shumë njerëz e presin, për sebepe, për shkaqe të ndryshme. Dikush e pret për diçka, dikush e pret për diçka, edhe sezona si sezon janë pra të gjitha koha, moti, janë pra krijesat e Allahut xhalala. Mirë po për besimtarin ose për rrethin ku jetojmë, më thonë ka disa sfida gjatë verës, të cilët sfida janë më të theksuara në verë se sa në sezonat tjera. Pra verës ka disa sprova, disa sfida, të cilët në kohëra tjera janë pak ma hafif, janë pak ma të leta, ndërsa tash, me thonë ato janë më të spikatura. Besimtari në verë sprovohet me disa sprova, të cilët janë sprova më të rënda, ose sprovohet tash në verës më rëndë se sa çka sprovohet në vjesht ose në dimër e kështu me radhë. Mirë po, duke u nisur nga ajo se Allah subhanahu wa taala ka thonë me një ajet kuranor, laqad khalaqna al-insana fi kabad. Edhe krijuam njeriu në vështirësi. Pra në vështirësi, dietarët kanë thonë në vështirësi të një pasnjëshme. Sa kalon një krizë, vjen një tjetër. Vjen një krizë, pastaj vjen lehtësimi, pastaj vjen një krizë tjetër. Edhe vazhdimisht njeriu, krizë pas krize, sa do e harrojsh, ka më ardhur një tjetër. Pra kjo është ajo, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Edhe krijuam insanin në vështirësi, pra në vështirësi të një pasnjëshme. Pra edhe besimtari i ka ato sprovat e veta. Ndonjëherë janë sprova më të lehta, ndonjëherë janë pra sprova më të rënda. Dhe Allahu subhanahu wa taala e sprovon besimtarin për çka? Për shumë shkaqe. Për ta provuar bindjen, se sa është i bindur në Allahun xhelalu ala. Pastaj e sprovon për ta parë qëndrueshmërinë e besimtarit. E sprovon ta shohë se besimtari a ka me bë sabër, durim përballë sfidave edhe sprovave. Ne thek si krijesori jon ka me qenë për sfidat e verës. Thot Allahu subhanahu wa taala me një ajet kuranor: "Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf." Edhe ka për njerëzve të cilët e adhurojnë Allahun me mdyshje. Nuk është shumë i sigurt. Her ashtu, her kështu. Thot, nëse e godet një e mirë, qetësohet me ta. Ndërsa nëse e godet diç e keqe, inqalaba ala wajhi. Me thonë çka? Hek dorë. Me thonë më largohet edhe kthehet me fytyrën e mrolur. Khasirat dunya wal akhirah. E shkatron dunjon edhe ahiretin e vet. Pra pas ka njerëz të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala në situata të caktuara. Nëse i ka punët mirë, rahat, tamam, është edhe ai rahatshëm, krejt punët mirë dhe elhamdulillah nuk e piguje. Sprova e parë që vjen krejt sendet e haron, krejt tauhidin e haron, krejt njëshmërinë e Allahut e haron. Prandaj këto janë njerëz të cilët e adhurojnë Allahun me mdyshje. Donjëherë ashtu, donjëherë kështu. Pra nuk e ka atë imanin konstant. Pra gjithmonë të jetë i qëndrueshëm në fenë e vet. Thot Ibn Kaimi, Allah më shiroft, në librin e Dawa, thot gjihadi kundër shejtanit, ose përpjekja e kundër shejtanit të dy gradë. Pra grada e parë është përpjekja e vazhdueshme për ta larguar robi dyshimin çka ka të bëjë me njëshmërinë e Allahut, me besimin. Pra vazhdimisht besimtari mundohet që t'i largojë edhe t'i mënjanoj dyshime të cilat kanë të bëjnë me njëshmërinë e Allahut. A ka sot dyshime? Vazhdimisht, më thonë, ka dyshime të cilat njerëzit i plasojnë me qëllim ose pa qëllim, të cilat kanë të bëjnë me njëshmërinë e Allahut ose me kontestimin e njëshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, shko me një pjekje.
Për shembull, ka vdek dikush, shko edhe ulu. Çfarë fjalë ke më ndëgju aty? E deshti Allahi, për ato e murë. Pra nga ke garancë ti se e ka dashtë Allah filanin. Mos është i përgëzuar me xhennet. Me xhennet janë përgëzuar shumë pak që i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kohën e tij. Pra e thot një gjë e cila bie në kundërshtim me çka? Me bazat e fesë. Ose për shembull sa në kësi raste, e përmenda rastet e vdekjeve ose pjekjeve, mos pajtime me kaderin e Allahut xhelala. Pe kam gjetë Allahu mu. Pse si ja çoj filonit? A ndëgjojmë këtë? Po, ndëgjojmë. Më thonë, kjo është dyshim në tauhid. Dyshim në njëshmërinë e Allahut xhelala. Mos pajtim me kaderin. Mos pajtim me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa Ibn Kaimi krahas kësaj thot, përpjekja e parë kundër shejtanit që t'i largoj ato dyshimet të cilët kanë bëjnë me njëshmërinë e Allahut. Pastaj thot janë përpjekja për t'i larguar dëshirët, e pista, emocionet e pakontrolluara edhe pasionet. Pra kjo është lufta e dytë, përpjekja e dytë, edhe kjo është e rëndësishme. Pra t'i largosh dëshirat e pista. Sepse çdo njeri e ka atë fantazinë e vet. Çdo njeri i ka ato mendimet e veta. Çdo njeri i ka ato pikat e dobta të vetat. Edhe për t'i larguar këto mendime të këqija të cilët i vijnë njeriu dhe të cilët mendime ka, domethënë, disa sebepe, disa shkaqe të cilët i shkaktojnë ato mendime. E sidomos gjatë verës. Sidomos gjatë verës, domethënë, kur është kulminacioni i zhveshjes, kulminacioni i zbukurimeve tejmase ose zhveshjeve tejmase kështu me radhë. Pra përpjekjet për t'i larguar ta pasione të cilët janë pasione të pista, pra duke i vënë këto pasione në ndër kontroll. Sepse pasionet janë të tilla, pasionet gjithmonë ajnojnë ka e keqja. Njeriu duhet që t'i vendoj këto pasione në kontrollin e vet. Për ta arritur të parën, pra që ta pastrojsh tauhidin me forcimin e bindjes te Allahu subhanahu wa taala, pra kjo bëhet me përpjekje të vazhdueshme, duke pasur bindje në tauhid, bindje në njëshmërinë e Allahut xhelala, pastaj e dyta arrihet me sabër, me durim. Thot Allah subhanahu wa taala: "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Edhe ne prej atyre bëm prijes pasi që ata si rezultati i asaj që ata bën sabër. Pra shife, thot Allahu xhelala, prej atyre bën prijes për shkak se ato bën sabër. Pse ata bën durim? I bën durim përballë sprovave, bën durim përballë të këqijave, bën durim pra në çka? Bën durim në ibadet. Edhe bën durim në heqje dorë përpara këtyre pasioneve të cilat vazhdimisht e tërheqin njeriu për nga e keqja. Pra Allahu xhelalu ala i ka përmendur pasionet edhe lezetet, pra në shumë ajete kuranore përmendet edhe theksohet, potencohet kjo. Mirë po, anojnë njerëzit nga natyrshmëria e vet, anojnë ka disa pasione. Thjesht i ka merak, për arsye se e tillë është natyra njerëzore që njeriu të anoje ka disa prej këtyre pasioneve. Allahu i ka përmendur në surën Al Imran, ose në fillim të surës Al Imran, disa mirësi të kësaj dunjaje të cilat njerëzit domethënë i kanë merak, edhe janë dhënë pas atyre. Thotë zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisa. Dhe u zbukuruar njerëzve pasioni për gra. Wal banin, dhe për djem, për evlat. Wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal-fidda. Edhe për shumëzim të pasurisë prej arje dhe argjendi. Wal khayl al-musawwama, edhe për kuaj të stolisur. Wal an'ami wal harth, edhe për kafsh, për bagëti, edhe për bujqësi. Pra shife, janë 5-6, nëse s'ka boj, të cilët përmenden këtë ajet kuranor. Duke filluar prej asaj të fundës, thot wal an'ami wal harth, përmendet bagëtia edhe bujqësia, që gjithmonë gjatë historisë ka qenë, më thonë, ajo çështja kryesore me të cilën njerëzit e kanë fituar dhe e kanë shtuar pasurinë e vet. Bagëtia edhe bujqësia, edhe sot e kësaj dite, bagëtia edhe bujqësia janë, më thonë, gjonja bazë, pse ka të bëje me ushqimin e njerëzve. Është energjetika, nafta, rryma, solari, kështu me radhë, edhe ato domethënë janë kryesor. Mirë po, mbi të gjitha të cilët nuk ju del moda, janë bagëtia
edhe bujësia, gjithmonë gjatë historisë deri sot. Bagëtia edhe bujësia, pra njerëzit, për nga prirja e natyrshme çka e kanë njerëzit, janë të dhanë pas bagëtisë edhe pas bujësisë. Pastaj, prej nga fundin e se vazhdojmë, thot edhe për kuaj, dashuria për kuaj. Sot fuqia e veturave me çka matet? Më thanë matet me kual fuqi, me kuaj. Edhe krahas asaj se janë veturat si mjet transporti kryesor. Sërish, kur e sheh, për shembull, sidomos te gjinia mashkullore, kur e sheh një kalë të bukur, mahnitesh prej asaj. Se është në natyrshmërinë e burrave, domethënë ti kanë merak kuajt. E kanë pra merak, është natyrshmërinë e njeriu që ti doj pra këta si kafsh. Pastaj çka përmendet? Përmendet edhe pasuria, edhe shtimi i asaj, i stolive, sikur se janë ari edhe argjendi. Pra ari edhe argjendi. Ndoshta dikush prej neve, prej burrave, nuk e kupton pse ari edhe argjendi, sepse burrat e duan pasurinë, mirë po ari edhe argjendi, ti mund të kalosh për shembull si burr gjithë ditën aty ku ka artar. Kalosh mirë po nuk të bën sy asgjë hiç. Me kaluan te qebaptoria, dishikosh një dia. Mirë po të kalosh te artari, ta shohësh një bilizik, sa i heshëm, ose një qafore. S'lebe për shtypje as pak. Kujt i le kjo? Kjo le për, më thënë, për shtypje grave, gjinis femrore. Ai 100 ka skenu, 100 bilizika i ka pa. Ka kalu aty ti as se ke pa se ka gjithaj dyqan. Më thënë, ti nuk e ke tu, ajo e ka hetu. Për arsye se është në natyrshmërinë e asaj që ti doje këto saltanate, këto zbukurime. Por mbi të gjitha ajeti kuranor thot zujina linnasi hubbu shahawati min an-nisa, dhe u zbukuruar njerëzve dashuria për pasione ndaj grave. Pra kjo në ajetin kuranor është e përmendur e para, dhe pse ne i përmendëm prej nga e fundit. E para edhe më e fortë është pasioni për gra. Pra kjo është më e rënda që të menaxhohet edhe t'i bëhet ballë kësaj. Prandaj sidomos pra në sezonin e verës, flasim për vendet tona, në të cilët ka pra zhveshje, ka domethënë zbukurime të tepërta nëpërmjet zhveshjes ose ngushtësisë ose asaj çka quhet domethënë është veshur aq domethënë ngusht, saqë madje edhe disa edhe me ta ashtu quhetur hijab. Domethënë sikurse me shtin vakum. Vakumim krejt, domethënë krejt trupi. Ajo nuk llogaritet as hijab ose mbulesë, e cila domethënë potencon zbukurimet ose pjesët e trupit. Prandaj edhe me trendin aktual edhe në qytetet e rëndomta, sikurse ne për shkak këtu ne s'ka ditë, s'ka as liçen. E kjo domethënë sfidat e verës më të theksuara janë në vendet bregdetare. Pastaj edhe në vendet sikurse vendet tona. Mirë po, çka e ushqen këtë problematik? Padyshim se e ushqen lakurisia, edhe ekspozimi i tepërt, domethënë i gjinisë femrore, po ashtu edhe madje edhe i gjinisë mashkullore. Domethënë tesha të cilat nuk janë të hishme që të veshen prej meshkujve, pra veshen tesha tepër të ngushta ose zbuluese të avretit e kështu me radhë. E sidomos për shembull kjo e cila është bën si trend, edhe është normalizuar në shumë prej këtyre shoqërive, saqë as nuk i bëhet pra edhe muhabeti se sa është problematike, ndërsa Allahu xhallahu ala ka thënë ja ayyuhan nabiyyu, o ti pejgamber, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Thuaj, o ti pejgamber, thuaju bijave tuaja dhe grave tuaja, edhe grave të besimtarve, që të hinë ata të mbulohen me gjilbabat e tyre, që të hinë në hijab, në mbulesë. Dhalike adna an yu'rafna fala yu'dhain. Kjo është më e mirë për ata që të njihen se nuk janë të pandershme dhe mos ofendohen. Sepse nëse del në atë formë, ka mundësi që të ofendohet. Nëse dikush e sheh në atë formë, ka mundësi që të ketë mendime domethënë negative ndaj asaj. Pra dhalike adna an yu'rafna fala yu'dhain. Kjo është më e mirë për ata që të njihen se nuk janë, domethënë, femra të pandershme, edhe mos ofendohen, mos ketë pra njerëzit mendime të këqija dhe negative për ata. Ndërsa ka edhe prej laikëve të cilët vazhdimisht, domethënë, ka ngacmohen me muslimanët dhe për të arritur atë rejtingun e vet në masën e gjerë popullore, çka thonë, ju muslimanët pse keni obsesion veshjen e grave.
Mendoj se ne, domethënë çështja e se fokusi jon kryesor si muslimana se si vishen gratë. Pra ata nuk i kuptojnë disa gjëra. Nuk e kuptojnë fillimisht, nuk i kanë peshojnë edhe si ata dinë që ti peshojnë vepra. Për shembull, ai nuk mund, më thënë, që del me deklaratë të tillë ose me një pyetje retorike të tillë ose pyetje direkte pa mos me e konsideruar atë degenerimin ose atë e cila është amorale, ai e konsideron si morale. Për këtë arsye ai del dhe thotë pse je psisenuar ti. Për arsye se nuk e kupton se si vepër është, më thënë, vepër e pahishme. E pahishme për individin, edhe është destruktive edhe për shoqërinë, sepse në atë formë, më thënë, ndikon, ka impakt negativ shoqëri, ka impakt negativ në përhapjen e amoralitetit edhe në nxitjen e epshit të njerëzit e kështu me radhë. Për këtë arsye Allahu xhalala ka porositur që gratë të mbulohen. Pra gratë të mbulojnë trupat e tyre që mos ekspozohen syve të cilët janë sy të meshkujve, të cilët çka, do thonë, i synojnë ose madje edhe i zhveshin me çka, po kush janë ato të cilët më shumë ti e eksploatojnë femrën? Muslimanët apo jo muslimanët? Ato janë të cilët e eksploatojnë më shumë ti femrën. Shive çdo reklam me femër. Qoftë shampona, vetura, sende, ushqime, më thënë krejt me çka? Krejt, më thënë, e eksploatojnë, e përdorin, e komercializojnë femrën. Krejt me gjinin femrore. Pastaj ato marrën guzimin, thonë një muslimanat jeni faj, po ju e eksploatojni ato. Ju e kish përdorni, ju jeni pikërisht ato të cilët e eksploatojnë dhe e kish përdorin gjinin femrore. Ndërsa thot Qatada ibn Diame as-Sedusi është një prej tabinëve më të njohur i cili njihet për në lëmin e tefsirit edhe shkencave të Kuranit. Pra ka qenë prej tabinëve. Thot Qatada, thot Allahu i krijoi melekët me mendje edhe pa pasione. Dhe i krijoi kafshët me dëshira, mirë po pa mendje, pa intelekt. Edhe e krijoi njeriu edhe me mendje, intelekt, edhe me pasione. Pra thot edhe kur njeriu edhe kush dhe mendja e kujt ngadhnjen, nëse mendja e njeriu ngadhnjen mbi epshet, pra njeriu ka mundësi që t'ju ngjajë edhe melekëve në këtë aspekt. Pra kur mendja e njeriu, intelekti ngadhnjen mbi epshin, atëherë në këtë rast njeriu ngjan melekëve. Ndërsa nëse ndodh edhe e kundërta, ku dëshirat, pasionet ngadhnjejnë mbi çka, nëse ngadhnjejnë pasionet mbi mendjen, atëherë njeriu e ulën vetin e vet deri në nivelin e kafshës. Për këtë arsye Allahu xhallahu ala ka përmendur: "Ulaike kal an'ami bal hum adall." Të tillët janë sikur se kafshët, bile edhe më të ulët se sa kafshët. Këto sfida, të cilat janë sfida të verës, janë test real për imanin tonë. Sidomos tash kur është koha e nxehtë. Pra vera me gjithë mirësi që i ka, pra mirësi të shumta. Pra çka janë pe Allahu xhallahu ala, na e zbulon neve si musliman edhe si shoqëri në përgjithësi ku jetojmë, na i zbulon turpin ton, na i zbulon mungesën e xhelozisë, na i zbulon marrën, edhe na e zbulon edhe dobësinë e imanit ton, edhe dobësinë asaj lidhjes që ne duhet që ta kemi me Zotin ton. Ndërsa Allahu xhallahu ala e ka përmendur nxehtin, mirë po e ka përmendur edhe nxehtin e xhehenemit dhe ka thënë: "Kul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun." Thuaj zjarri i xhehenemit është edhe më i nxehtë, sikur sa ata ta kuptonin. Pa marrë parasysh se sa është nxehtë moti, sa është nxehtë koha, zjarri i xhehenemit është ende më i nxehtë. Pra kush arrin ta ruaj imanin e vet, kush arrin ta ruaj raportin e shëndosh ka njeriu duhet ta ketë me Zotin e vet. Pra ai e ka privilegjin se ka me dal përpara Zotit vet me fytyrbardh. Në atë ditë për cilën Allahu subhanahu wa taala ka thënë në surën Al-Imran: "Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Ditë në të cilën zbardhen disa fytyra edhe nxihen disa fytyra. Famma alladhina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Ata të cilët ju zbardhen fytyrat janë në rahmetin e Allahut. Ndërsa ata të cilët ju nxihen fytyra, pra e kefartum ba'da imanikum. A keni bë kufër pas besimit tuaj? Keni pasur mundësi që në dunjë ta ndiqni udhën e besimit, udhën e besimtarëve, rrugën e Allahut xhallahu ala. Mirë po jo, e kanë refuzuar. Kanë bërë mendje madhësi edhe nuk e kanë zgjedhur këtë rrugë. Pas ruajtjes së imanit, që njeriu ta ruajë imanin edhe tauhidin,
duhet që njeriu ta ruajë edhe nderin, edhe moralin, sepse hapi I parë I humbjes së imanit është humbja e turpit edhe humbja e moralit. Prej sfidave të verës është edhe kjo normal, lakurisia që ka I shohim rrugë, mirë po edhe lakurisia që ka depërtuar në shtëpit e muslimanëve fatkeqësisht. Ku ne si krye familjar, kemi dështuar në të thanurit stop, të njësendeve në për shtëpit tonë. Pastaj janë përhapur. Hajse është e vogël, hajse është 10 vjet, hajse është 12 vjet, pastaj kur t'i bëhe 15 vjet vetëm se edhe me trup është e rritur, edhe pak, t'i bëhe 18 vjet, hajse e vogël, më thonë çka, ne pikërisht jemi shkaku kryesor sepse ka ardhur gjendja edhe lakurisia depërtoi në për familjet tona. Ndërsa kjo lakurisi, ne normal, ne s'mundet t'i veshim njerëzit për rrugë. S'ka mundësi. Mirë, po ka mundësi të bëjmë diçka tjetër. Ajo është ta ulim shikimin tonë. Ndërsa çka thot Allahu, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhe thuaj besimtarve, ti uli shikimet e tyre, edhe ti ruajnë organet e tyre gjenitale prej haramit, prej moralitetit. Edhe nga ana tjetër ka thonë edhe për gjininë femrore, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Edhe thuaju edhe besimtarëve që ti ulin edhe ata shikimet e tyre. Pas ka mundësi që ki pasion të nxehet edhe të më thonë të forcohet nëse ti për shembull nuk e kufizon shikimin tonë. Normal, nëse nuk e kufizon shikimin tonë, normal se do eskaloj edhe situata. Pra, edhe vjen pyetja se çka ka mbet te identiteti jo si musliman. Sa ka mbet për identitetin tonë si musliman? Krejt identifikohen as si musliman. Edhe ata, krejt identifikohen si musliman. Emrat I kemi si musliman. Pra emrat edhe mbi emrat islame, muslimane, ndërsa nga ana tjetër nëse I shohësh punët e tona, se si kemi punët në biznes, punët në rrugë, punët në përgjithësi, në shoqëri, nuk janë punët ashtu sikur se duhet. Pra nuk I kemi punët në terezi, nuk I kemi punët aty ku duhet. Pra vetëm veshjet e bijave tona, a janë si muslimana si jo musliman. Pra shife te veshje kemi dështuar. Pastaj çka? Shifi darsma tona si janë. Si janë darsma tona? Përzira, gjini me harame, disa tjere dhe me alkohol. Pastaj çka? Devime të ndryshme të kësaj natyre. Pastaj edhe problematika tjera të cilët shfaqen. E sidomos prej darsmave, të cilët prezentojnë ati me qindra njerëz, vallëzime e kështu me radhë, të cilët edhe e ushqejnë që njeriu të bëhet amoral. Pra kjo normal edhe ndikon, edhe njeriu nëse ekspozon veten e vet në vendet e tilla ose e fut në vendet e tilla, padyshim se e ka ekspozuar ndonjë harami të cilin Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar. Pra kur jemi te darsmat, është patjetër që të përmenden se edhe kjo është pra prej sfidave të verës. Pra kur I thua të ka thirr për shembull dikush në darsëm, ti e din se e ka atë përzierje, edhe ka me muzika, me harame të ndryshme kështu me radhë. Edhe kur I thua pse shkon, thot patjetër e kam shkoj, e kam djalë halle, e kam djalë teze, se nja prishi qefi. Thot patjetër e kam se edhe ai ka qenë darsëm te unë. Mirë po nuk shikon aty se e hidhron Allahun xhelalu ala. Ti I hidhron Allahun, Zotin tënd, me shkuarjen tënd. Ka mundësi që ta nderosh edhe jashtë darsmës, para darsme edhe mbas darsme ka mundësi që ta vizitosh, ta nderosh. Nuk ka patjetër vetëm atë natë shkosh aty. Nderoje për më herët, ose nderoje më vonë, s'osh patjetër ndasëm. Thot patjetër e kam shkoj se edhe ki ka qenë, ndërsa Allah subhanahu wa taala thot, "Yastaghfuna min an-nas wa la yastaghfuna min Allah." Kanë turp prej njerëzve, ndërsa nuk kanë turp prej Allahut xhelalu ala. Ose për shembull një kategori tjetër, gurbetçar, për shembull vjen prej gurbeti, I ka dijavë pushim 10 darsma. Pastaj thot, kur një herë mos vi verës tu. 10 darsma mi kanë qitë mend. Po ti ke lejuar veten tënde që të bijsh domethënë deri aty. Sa është patjetër që ti përgjigjesh, mos ju përgjigj atij ku është haram, përgjigju atij ku është halal. Ndërsa ato çka janë, ose 90% e darsmave pra bëhen me ndalesa të ndryshme të cilët bien në kundërshtim me atë që na mëson Allahu xhelalu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej sfidave të verës po ashtu është meselja ose çështja e pushimeve. Pushimet të cilët ndoshta nuk I kemi ndëgjuar më herët, ndoshta kemi qenë shumë të ri ose të vegjël, nuk kemi ndëgjuar shumë punën e pushimeve.
Tamam ka njerëz të cilët lodhen gjatë vitit. Edhe ka nevojë që të marrin një pushim vjetor. Mirë po, më interesant është se shkojnë pushime edhe ato të cilët punojnë gjatë ton vitit. S'ka punu gjatë ton vitit thotë do shkojnë pushim. Edhe kjo është për tu habit. Apo është qëllimi vetëm të shkoj dikund në plazh, apo është qëllimi me vërtet shkoj dikund ta pushoj kokën pak për atyre obligimeve që i kam pat gjatë ton vitit. Pra është edhe interesante kjo, ndoshta ka nevojë për një studim të veçantë bëhet rreth kësaj çështje. Mirë po parashtrohet edhe pyetja se shkuarja jone, sidomos në plazhet të cilat në përgjithësi, edhe pse ka vende të cilat sadopak janë të ruajtura, pra nuk ka përzierje gjinive të huaja ose nuk ka lakurisi, ka mundësi me gjetë njeriu. Edhe pse është rënd, mirë po nëse një njeri, një musliman i tillë shkon me fëmijët e vet në një plazh të tillë. Nëse del për shembull në ekranin televiziv një pamje, edhe ti je mas darkë tu pi çaj me familje, mundohesh ta ndrysh programin. Po. Aty në plazh si ta ndrysh? Nuk ndrohet, live është aty. Nuk ndrohet. Çfarë mesazhi kemi me u dhënë fëmijëve tonë? Ti burr i madh. Ti me bashortën tonë çfarë mesazhi kemi dërgu te fëmijët e tu nëse ato sytë e tyre ekspozohen disa gjëra të cilat janë të çuditshme për t'i sheh një fëmijë i vogël. Sepse fëmijët e tonë flas këtu në vendin ku jetojmë. Nuk janë mësuar të shohën për rrugë njerëz gjysmë lakuriç. Nuk janë mësuar. Mirë po në plazh i sheh edhe habitet. Pra çfarë mesazhi i japim ne fëmijëve tonë nëse e bëjmë pra një gjë të tillë? Problemi ku qëndron? Ka shumë vende në cilat ka mundësi që ta identifikojmë problemin. Problemi ndoshta kryesor qëndron edhe te ne pak si hoxhallar. Se kemi dështuar në përcjelljen e mesazheve të cilat kanë të bëjnë me vlerën e mbulesës. Kur ne si hoxhallar nuk kemi përcjellur mesazhin si duhet, kemi dështuar edhe ka ardhur gjendja deri në këtë, pastaj është edhe ajo faj i klasës politike, promovimi i amoralitetit, dil për shembull në Përtetov ose në qytete tjera, supozoj, dil billboardat gjatë verës janë. Billboardat me reklamimin e bikinive. Edhe padyshim se kjo krijon një ndjenjë të njeriu se lakurisia është gjë normale, nuk prish punë. Nuk është diçka hardcore. Nuk prish punë. E mbuluar është me bikini, e mbuluar. Do thonë kjo jep një mesazh, padyshim se jep një mesazh negativ, si te në të rriturit, po ashtu edhe çka është më problematike edhe goditen edhe fëmijët e vegjël. Pastaj problemi qëndron edhe te baballarët, të cilët nuk i kanë luajtur rolin të cilin duhen që ata ta luajnë. Pra, baba si bab nuk e ka luajtur rolin që kërkohet prej atij. Ndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam çka thot? Thot kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej juve është çoban dhe secili prej juve është përgjegjës për kopën e vet. Edhe ne do të pyetemi për atë kopën tonë, për ato çka i kemi ne që të përkujdesemi për ato. Kemi pyetur për familjet tona, kemi pyetur për evladin tonë e kështu me radhë. Mirë, po problemi është se baba si baba pra nuk e ka kuptuar rolin e vet, se nuk është roli i tij vetëm ta çesë në dunjë. Edhe u kri puna. E kum bë. Ose jam kujdes, e kum shkollu, ja kum sos shkollën e mesme, ja sos fakultetin, edhe u kri. Më thon kët mendon se vetëm kjo. Ose mendon se vin më thon muaj shtator, e kum kri obligimin ndaj evladit. Cili obligim? Po ja kum bli çanton, kputucët, librat ja kum bli, u kri puna, u sos puna tash. Edhe plus edhe ja kum bli edhe një telefon, e ka internetin pa limit. Kjo është domethënë obligimi ndaj fëmijëve. Sipas atij. Po ashtu është problemi i edukimit në mekteb. Mektebet nuk e luajnë rolin ashtu sikurse duhet. Ku pra flas si hoxhi i cili jep mësim në mekteb, edhe normal ke mundësi që të kesh qasje të shohësh se si është mentaliteti i shoqërisë në përgjithësi. Pra ku qëllimi për shembull kryesor të shumë mektebe është që vetëm ta mësoje shkrim leximin ose ta mësoje leximin e Kuranit. Nuk është e rëndësishëm që të përcjellësh një mesazh i cili ka të bëjë me namazin ose me mbulesën ose pa marrë parasysh diçka për mësime bazike të fesë. U bë hakmja, u kri puna. E ke bë misionin tënd, e ke marrë një diplomë, edhe u kri. Jo, nuk është kaq. Duhet që mektebet ta kenë edhe një rol ende më të gjerë se sa ky roli të cilin ata e kanë. Pastaj çka vjen? Ajo të cilën Allahu xhala ala ka përmendur. Edhe ka thonë, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas."
u përhap shkatrimi në tokë edhe në detë si rezultati asaj çka punuan duart e njerëzve. Ky shkatrim është prej duarve tonë. Kjo gjendje që ka ardhur është prej asaj çka është gjunah dominant ose gjunahet dominante që dominojnë në vendin tonë ku jetojmë. Pastaj çka vjen pas kësaj, pas përhapjes së fesadit dhe shkatrimit, ajo të cilin Allah subhanahu wa taala edhe ka përmendur, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u s-salat wattaba'u sh-shahawat. Edhe pas tyre erdhën gjenerata të cilët e lanë namazin edhe i pasuan epshet. Pra e lanë namazin edhe i pasuan epshet. Prej momentin ku njeriu e lë namazin, bëhet pasues i epsheve edhe lezeteve, pasioneve të veta. Fesaufe yalqawna ghayya. Më pastaj do të hidhen në ghayya, një prej emrave sinonime të xhenemit. Pra lënia e namazit edhe pasimi i epsheve. Ndërsa Allahu xhallahu ala nuk i bën besimtarit ose nuk i bën njerëzve zullum. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Edhe ne atyre nuk i bëm zullum. Ata i bën zullum vetes vet. Ata i bën zullum shoqërisë vet. Ata i bën zullum vetes vet dhe familjes vet e kështu me radhë. Pra prej sfidave të verës, nuk është vetëm kjo, ka shumë sfida të cilët paraqiten e sidomos janë më të spikatura edhe më të theksuara në sezonin e verës. Ajo është ajo dita e gjatë. Gjatë verës, dita është e gjatë shumë. Edhe shumë prej njerëzve nuk dinë si ta menaxhojnë ditën. Nuk dinë me çka ta kalojë ditën. Pra as me dunjë, as me ahiret. Ndërsa thot Omeri radiallahu anhu me një thënie të njohur të tij, thot njeriu më i humbur është ai i cili as nuk është as për dunjë, as për ahiret. As nuk merret me punë dunjoje, as nuk merret me punë të ahiretit. Pra këto janë kategoria më jo fitim prurse, nuk janë as për veten e vet, s'janë as për komunitetin, s'osh as për dinin, as për dunjon. Prej sfidave të verës, sikur se përmenda, janë darsmat, edhe janë koncertet e shumta të cilët mbahen në qytetet tona ose në fshatrat tona ose në vendet tona, qoftë turistike ose jo turistike, në të cilët promovohet çka? Promovohet lakurisia, muzika, harami, droga, varësia prej dashurisë, më thënë tradhtia. Pra krejt këto janë gjëra të cilat janë të përhapura edhe padyshim se kjo është prej sfidave të cilat janë sprova të verës. Pastaj prej sfidave të verës po ashtu është paksimi i njerëzve të cilët i ndjekin ligjëratat, sidomos ligjëratat fetare, qoftë në xhami ose nëpër mektebe ose nëpër shoqat. Thonë normal se gjatë verës paksohet ose bija i trendi i interesimit për ligjërata. Edhe padyshim se kjo është sfida e cila duhet që të menaxhohet. Edhe prej sfidave të verës është ndoshta ndonjëherë është edhe ardha e gurbeçive. Sfidë edhe për gurbeçit, po ashtu sfidë edhe për njerëzit e vendit, sepse edhe gurbeçit të cilët kanë ardhur janë pjesë e pandashme e jona. Edhe ata pra janë pjesë e shoqërisë tonë. Ndërsa ardha e tyre ndoshta shpesh krijon çka? Krijon ndeshje të dy mentaliteteve, mentaliteti i Ballkanit edhe mentaliteti i Perëndimit. Edhe të asnjëna s'ka sabër, ato s'mund domethënë që t'i durojnë këto as këto. Këto domethënë edhe çka vjen deri te ndeshja e këtyre dy mentaliteteve, pra mentaliteti i gurbetit edhe mentaliteti i Ballkanit, ndërsa ne si besimtar është obligim i jon, sidomos në vendin tonë, ne vendali që jemi, është domethënë obligimi jon që tu akomodohemi vëllezërve tonë musliman, që tu bëjmë ditët gurbeçive, aq sa tu bëjmë ditët më të mira gurbeçive. Me ato organizime që ne i kemi si musliman, qoftë me dalje me ato, qoftë shoqërim, qoftë dalje në kafe, qoftë thirrje, qoftë dreko ose pa marrë parasysh çka që ai domethënë të ndjehet në vendin e vet, ta ndjejë domethënë atë afërsinë edhe dashurinë që ne si besimtar i kemi mes nesh. Pra jo vetëm ne si vëllezër, të cilët në gjatë ditës vazhdimisht jemi burra edhe shumë dalim, mirë po, edhe familjet mos i harrojmë, edhe gratë tona, po ashtu edhe vladët tonë, të cilët kur i sillim këtu, ta krijojnë si me thonë atë rrethin. Sepse ti si gurbeçi, me ka me kemë artu, unë vajzën tonë ose djalin tonë, me Gjerman, ose me Zvicran, jo, ti më thonë gjithmonë keme ardhur këtu, keme gjetë një nuse prej këtu, ose keme gjetë një dhëndër prej këtu, e kështu më radhë. Pra duhet që edhe kjo të gjihet parasysh, edhe prej sfidave të verës janë edhe pauzimet e shumta. Sidomos për shembull pauzimet të cilët kam dëgjuar prej hoxhallarëve ose pauzimet e gjata 3 mujore. Me mektebi xhamisë për pauzoje 3 muaj. 3 muaj gjatë verës. Pikërisht atëherë kur fëmia ka kohë sa dush. Ai çdo herë ka kohë sa dush fëmia.
Mirë po gjatë verës, e ndem ma tepër. Mos shfrytëzohet 3 muaj mektepi, që ti përcillet fëmijës një mesazh, ose të bëhet një shkollë verore, ose të merret me diçka gara, ose përdoret në një formë stimulative, që fëmija të mësojë edhe të angazhohet, mos të lihet kot. Po ashtu, edhe pauzimi i ligjeratave pikërisht në kohërën, për shembull kur i kemi gurbeçit. Kur janë gurbeçit, ato kanë kohë, po, ato kanë ardhur në pushime. Edhe tash edhe ne ti marrim pushimet. Ato vinë këtu ne mirë se erdhë, mirë po ne shku. Më thonë, kjo i bjen ashtu. Për këtë arsye duhet që këta pika të kemi parasysh, edhe të mundohemi që sadopak të punojmë në atë përmirësimin e këtyre gjërave, aq sa kemi mundësi, duke filluar prej vetes tonë, ta përmirësojmë veten tonë, po ashtu edhe këtë përmirësim të mundohemi pra që ta përcjellim në familjet tona, në rrethin tonë ku jetojmë dhe kështu me radhë. Subhaneke Allahumma bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.